Të dashur shqiptar, kam mësuar gjuhën arbëreshe nëpërmjet internetit dhe jam të mërruar. Fjala pishkuriq në gjuhën arbëreshe do të thotë lakuriq. Është fjalë tabu. Vjen nga fjala pish në gjuhën arbëreshe, që do të thotë bëj ujë të holl, ka dhe kuptimin e organit femëror. Kjo fjalë gjendet në gjuhën serbe, në gjuhën maqedone. Kjo është fjala më e bukur në gjuhën shqipe, por është e lidhur me gjuhët slave. Përse? Na morën qafë tanushat të dashur shqiptar. Kreshnikët ranë fli për një tanush. Gocën e krajlit. Kemi bërë marrëdhënie martesore me slavët që në momentin që slavët kanë ardhur në Iliri. Ne nuk na pushtuan me shpata, ne na pushtuan të dashur shqiptarë, me kumbulla të njoma, me pjeshkë të ëmbla, ne na pushtuan slavët, pa shpata. Nuk është bërë luftë fare. Kreshnikët nuk kanë luftuar me slavët, por për të marrë vajzën e krajlit slav. Fjala kreshnik në gjuhën shqipe vjen nga gjuhët slave. E kuptoni apo jo? Tanusha, Helena e shqiptarëve është një slave. Shqiptarët nuk kanë lidhje me ilirët për fat keq. Janë martuar me slavët. Kjo është gjë e bukur, prandaj jemi të bardhë, prandaj na quajnë albanë, greko-jevgjit. Por që ta dini, dashuria jonë është me slavët. Për shkak të pjeshkave, qershive të ëmbla slave. Të gjitha llojet e frutave janë slave për ne. I kemi shijuar, na kanë pëlqyer. Jemi ndërzyer siç ndërzehen lopët dhe bagëtitë të dashur shqiptar. Pra ne nuk kemi luftuar me slavët. Dhe nuk e kuptoj përse na urrejnë. Fjalët për organin femëror, ne kemi të përbashkëta. Dhe nuk kemi asnjë lloj lidhje pra me shkrimet Helene në Iliri. Fare. Ja ta shikojmë bashkë. Të dashur shqiptar, kreshnikët kanë lënë mend mbas tanushave slave dhe fjala pjeshkë në gjuhën shqipe, pjeshkë e ëmbël, është e njëjtë me fjalën çeke, pizda, me fjalën ruse, pizda, me fjalën polake, pizda, me fjalën lituaneze, pyzda, me fjalën e Latvias, pizda, dhe me fjalën e prusishtes së vjetër, pejzda, që i thonë pjesëve të ndenjura të prapëme. Pra, në gjuhën shqipe kjo fjalë kthehet në fjalë përkëdhelse, piç, piçka. Në gjuhën arbëreshe kjo bëhet pish, ka kuptimin e ujit të hollë që vjen nga organi femëror. Pishkuriq do të thotë lakuriq, të dashur shqiptar, është fjalë përkëdhelse, shqiposlave. Pishkuriqe do të thotë vajzë e bukur, lakuriqe, të dashur shqiptar, dhe piçuor, biçvor, do të thotë shtatëzënë, të dashur shqiptar. Gjithashtu në një variant tjetër arbëresh, piçi do të thotë pikërisht lakuriq. Piçule i thonë organit femëror pjeshkës tek vajzat e vogla në gjuhën çame. Dhe në gjuhën serbe, piçe edhe pise edhe piça i thonë organit femëror dhe është bërë fjala piçka, që është fjalë përkëdhelse në gjuhën maqedone, në gjuhën serbe, në gjuhën shqipe. Dhe kjo nuk është fjalë ilire të dashur shqiptar, por është një fjalë e pastër serbe, e bukur ruse, e bukur baltike të dashur shqiptar. Dhe këtu nuk kemi të bëjmë asë me grekë, asë me ilire të dashur shqiptar, dhe gërmoni po do gjeni vetëm kockat e qenëve
në varet ilire dhe shkrimet greke të dashur shqiptar. Tani e kuptuat që pellazgët ishin shumë të dashuruar me slavët dhe nuk kanë lidhje fare me ilirët. Pellazgët tuaj janë grekë të dashur shqiptar, ndërsa ju keni rënë fli për një copë pith të dashur shqiptar. Ju faleminderit dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. O pidhare, o shqiptar.